Përshëndetje të nderuar teleshikues të RTS Korçës. Ndryshe nga ambienti i shtëpisë sonë të vogël miq në RTS Korça, sot jemi në një tjetër ambient. Jemi në një shtëpi ku sapo hyn në moment të bën përshtypje pastërtia e oborit, të bën përshtypje gjallëria e ngjyrave me të cilat është lyer gjithë obori. I gjithë obori është i gjithë një notë muzikore. Jemi në një shtëpi shumë të ngrohtë, me plot ngjyra, plot dritë dhe plot jetë. Në një shtëpi ku tingujt e muzikës, tingujt e pianos dëgjoheshin që në hyrje të fshatit. Jemi në fshatin Ziçish të Bashkisë së Devollit, në familjen e zonjës Diana Ziu dhe aktorit të mirënjohur zotit Vangjel Toçe. Zonja Diana, përshëndetje. Mirë se na ftuat në shtëpinë tonë dhe mirë se erdhët në familjen e RTS Korçës tek emisioni Miq në RTS Korça. Në këtë emision kanë ardhur shumë artistë të njohur, por kënaqësia ime është akoma dhe më e madhe që po intervistoj një zonjë si ju, shumë e talentuar, shumë e prekupuar, shumë e dhënë pas pikturës dhe pas muzikës në shtëpinë e një kompozitore. Unë e thash edhe më herët, kur ym këtu, çdo gjë ishte muzikë. Që tek pllaka që keni pikturuar, sepse ju nuk jeni vetëm një kompozitore, jeni edhe një piktore shumë e njohur. Të gjitha ishin të pikturuara, por me nota muzikore. Shtëpia juaj është e gjitha një kolorit ngjyrash, kudo ka lapsa me ngjyra dhe mbi të gjitha një piano e bukur që dëgjohej që në hyrje të fshatit. Zonja Diana, e rritur e shkolluar, një karrierë të pasur në Tiranë, prej shumë vitesh keni ardhur në Ziçish. Ziçish është një nga fshatrat më të njohur të Bashkisë së Devollit, vendi ku kanë lindur dhe serenatat, vendi ku ka shumë artdashës. Përse kjo zgjedhje? Tirana të ofron shumë gjëra. Të ofron që nga mundësia e punës, e karrierës, ju keni rritur fëmijët atje, keni krijuar familje atje. Përse keni zgjedhur Ziçishin, të tërhiqeni në atë qetësinë që të ofron ajri i pastër, ndoshta qetësia e fshatit? Përshëndetje ju, TV Korçës, dhe ju falenderoj. Personalisht dua të falenderoj dhe drejtorin tuaj Sadushin, i cili edhe mik shok me ne, ka qenë edhe gjatë viteve të shkollës së bashku me ne, madje kam mbaruar për aktor me Vangelin, me bashkëshortin tim, dhe ishte një kërkesë që ma bënte gjatë gjithë kohës, sa herë që vija në Korçë, kështu që vendosa ta bëjmë një emision bashkë, të ngrohtë, të bisedojmë, pse jo dhe në TV Korça. Kështu që faleminderit unë ju. Më tregoni pak, përse keni zgjedhur të qëndroni këtu? Në fakt unë është e drejtë, kam shumë vite, po bëj 17 vjetë që jam këtu në Ziçish, është fshat, jam larguar nga Tirana prej shumë vitesh, natyrisht që nuk është e ri gjatë gjithë vitit, unë shtektoj, do me thënë, jam këtu në pranverë, gjatë verës, pa diskutim dhe vjeshtën, përpiqem do me thënë ta shtyj sa më shumë të ri dhe në vjeshtë, është shumë e bukur vjeshta, por arsye pasaj që largohem përsëri në Tiranë, normale që janë midis punëve, është edhe klima, se këtu vërtet është bukur të ishte në të bore, gjithçka, me ftohtësi e me gjitha. Më saktë ishte një zgjedhje që e bëm duke biseduar dhe me vajzën time. Do thënë ishte mendimi i Denatës, vajzës time, që kur të më shifte që punoja gjatë gjithë kohës, edhe më thotë që gjatë gjithë kësaj kohe që ti punon, akoma vazhdo në lice, ishin vitet e fundit që po prisja të dilja në pension, edhe shifte që punoja shumë edhe më thoshte që e shoh që do jesh edhe kur dalësh në pension, po kaq kreative dhe mundësisht domethënë të kemi një shtëpi që të jetë me ajër të pastër, i freskët, të jeni të dy me babin, domethënë që të jeni larg Tiranës, ta keni edhe me kollaj dhe domethënë u bë një bisedë kështu për të mirën që mos ta ndjenim ne mirë atë pensionin. Fjala pension ishte pak denare vlerësoj shumë. Godet pak ajo fjala pension, sidomos tek artisti. Si profesioniste dhe si vajzë. Jo, tosha si profesioniste, si vajza për nënën e vet, domethënë e mendoj që mirë do ishte që të largohesh nga kjo gjë, edhe të punoni të dy, secili, por larg kësaj zhurme. Dhe thjesht unë mendova që vërtet u bë ajo ëndër, edhe mendova që ishte mirë për krijimtarinë time, ishte për gjithçka dhe fillova të seleksionoj shumë gjëra. Dhe më bëri shumë mirë që në fillimet e veta. E ndjeva që në vitin e parë që erdha këtu, ndjeva komplet një energji tjetër, edhe në gjatë punës që ndjeva më shumë rezultat, edhe në atë çka unë shkruaja. Fillova të ndryshoj dhe
në natyrën e jetesës, por dhe në natyrën e të ushqyerit. Domethënë, gjithçka ishte krejt ndryshe. Dhe fillova të dashurohem me fshatin, vërtet. Dhe të jetoj me shumë, me shumë kohë. S'dija se si prisja që të vinte vera, domethënë që të largohesha përsëri. Nuk di si ta shpjegoj, po do të them që këto 17 vite kanë qenë produktive për ju. Qetësuese dhe produktive nga ana tjetër. Po patjetër, kjo më gëzoi në krijimtarinë artistike. Kjo më gëzoi më shumë që atë energji që kisha dhe atë ëndër që kisha, se unë kur dola në pension e mendoja që tash do filloj të punoj më shumë në krijimtari, pasi desha të fitoja kohën e humbur, sepse ajo kohë e humbur në thonjza ishte një kohë që unë ju përshtata shumë fëmijëve, familjes. Isha gjithkohën vetëm me fëmijët, se i kisha dhe për muzikë të tre. Por gjatë kësaj kohe që merresha me këta dhe lash pas dore kam punuar dhe në krijimtari shumë, por jo dhe aq sa po shkruaj tani. Dhe ajo më duk si kohë e humbur, mua, gjithmonë. Dhe fillova të shkruaj goxha këtu, të punoj shumë. Tha që po shkruani dhe vazhdoni kompozimet tuaja. Ju jeni një kompozitore. Me sa marrvesh unë nga bota e muzikës, sepse nuk jam muzikante, as kompozitore si ju, është një punë e vështirë. Aq më tepër kërkon përkushtim, kërkon një kohë, një angazhim ndryshe nga ajo çka mundet të ketë një kompozitor mashkull. Kompozitorja femër ka dhe obligimet e të qenurit grua, të qenurit nën, të paturit shqetësimet me fëmijët, atë çka thatë ju për shumë vite ju jeni përkushtuar familjes. Si është të jesh një grua kompozitore sot në Shqipëri? Atë çka keni përjetuar ju, sa vështirësi keni ndjerë në të qenurit një kompozitore? Tash gjithë kjo pyetje është se ka brenda disa përgjigje, domethënë, dhe nuk është shumë e lehtë, edhe pse unë do ta jap përgjigjen, nuk është shumë e lehtë që ta thosh me një fjalë, sepse brenda ka shumë lodhje. Nuk është shumë e lehtë. Çka kam kaluar mbi kuris, them e gjithë kjo periudhë, për mua ka qenë një jetë me fat. Me gjithë, po ta përmbledhësh, me gjithë sakrificat, domethënë unë kam një thesar të artë mbi kurizin tim me sakrifica. Por e gjithë kjo është një ëndër e plotësuar. Domethënë unë kam qenë e realizuar, nuk kam dashur asnjë moment që jeta të më shkojë dëm. Edhe ka qenë e bukur, edhe kur ka qenë Diana prankrës sakrificës apo vështërsive, më zhdukur që ajo, po të them një realitet, kur gabon ose kur të ndodhin gjërat tepër të vështira në jetë, përmirësohet më shumë jeta, përmirësohen më shumë gjërat. Dhe po mendoj këtë që gjatë gjithë kohës që unë e bëj një veprim, nëse nuk e bëj ashtu si duhet, më mëson, ose vetë jeta më mëson që nesër ta bëj më mirë. Qoftë në krijimtari kam si parim këtë, po qoftë edhe në lëvizjet që bëj me njerëzit, me familjen, se nuk jemi perfekt. Dhe ajo çka më bën që të mësoj rreth gjithë sakrifica, pikërisht që këto sakrifica më kanë bërë mirë dhe kanë qenë të duhura, nuk kanë qenë shumë e rrezik, por i kam kapërcyer fal trurit, fal si më thënë forcës time, energjisë, duke lënë thash edhe një herë krijimtarin pak më njanë, sepse kisha kryesore ishte familja për mua, fëmijët dhe bashorti, dhe me disë sakrificave edhe kam punuar, por dhe them që ka qenë mirë, ka qenë bukur. E them këtë me shpirt. Sado e reparbile si po e them, sado kanë qenë vujtjet nga më të ndryshmet, por kanë qenë edhe një mësim i mirë dhe një për një diçka nesër më bukur. I keni marrë me sportivitet, ndoshta dhe i keni kaluar në çdo moshë, keni kaluar të njëjtat shqetësime etapa që siç i ka sill jeta njëra pas tjetrës, i keni kaluar, i keni superuar. Po se në momente të ndryshme jeta të përplas gjithandej dhe është e bukur kur është edhe unë e pranoj çdo gjë që më vjen. Do të thënë marr jetën si të vi dhe i përballem me intelektin tim, me energjinë time, me qetësinë, edhe pse jam energjike kështu, po jam edhe e qetë kështu. Dukem se jam edhe fort, edhe melankholike dhe romantike gjitha i kam, por me të vërtetë që përballem me këtë. Kjo tregon për botën tuaj. Bota juaj është shumë e pasur. Ju e keni shprehur shumë herë që kam shumë hobi në jetën time. Sa ka ndikuar ato? Shpirti jot është shpirt artisti. Artistët kanë një botë shumë të pasur. Ju jeni
kompozitore, jeni piktore, një muzë frymëzimi, nga u vjen? Është një muzë, është një lënda parë që e kam atë forcë talentit, me të thonë drejtën. E kam, edhe ajo ma bën më të lehtë. Ma bën më të lehtë edhe kur shkruaj, edhe kur mendoj për gjinin që të shkruaj, se nuk është se unë shkruaj vetëm gjinin më të thjeshtë që është kënga. Edhe gjërat e vështira që kam bërë gjinit të mëdha muzikore. Si në atë kohë, edhe në tashi. Dhe këtu do ndalem pak, sepse unë kam provuar 2 sisteme. Sistemin kam qenë shumë pranartit në moshën më të bukur në një sistem tepër të vështirë dhe në një sistem super të vështirë në shumë drejtime të tjera, por të paktën është një ajër tjetër. Dhe për ta ndarë këtë gjë, do një forcë intelekti shumë të madh, do një energji, do një zemër, dhe me forcën e talentit bashkë të gjitha, më fal për pamodestin, por e bëj. Dhe e kam përballuar. Por nuk ka qenë e lehtë, sepse më parë isha pranarti, si çdo artist që ka qenë, por aty kishim, për shembull, pak a shumë, le të themi, disa lloj aktivitete që përmbushnin atë ëndrrën tonë, le të themi, që të çoje vepra. Se ishte një dekadë e majit, ishte një koncert pranvere, përveç festivalit ishin, po ndalem në qoftë se mundesh, ishin ato festivale që bëjnë për fëmijë në shumë rretha. Dhe çuditërisht na vinin edhe kërkesa, domethënë nga shumë drejtorë të vatrave të kulturës në përrete, na vinin ftesë dhe thoshin duhet një këngë Diana Ziu për këtë. I kishin piketuar kompozitorët, kush ishin, që kur kishin mbaruar diplomën. Dhe isha shumë e lumtur kur më vinin aty në lice artistik ku kam punuar. Gjithandej ftesa për të qenë në garë, në konkurim me shumë aktivitete të ndryshme. Dhe unë kam qenë pjesëmarrëse në festival, në koncert pranvere, në koncertet e fëmijëve, dhe kam qenë e vetme që ndoshta ndër të parat që kam shkruar në festival që unë kam qenë studente, festivalin e fëmijëve. Dhe kam shumë këngë për fëmijë që rënditen deri sot, për shumë, edhe nga këngëtar që sot janë rritur këto vajza, janë bërë këngëtare të famshme. Dhe më kujtohet kur kam bërë do të ndalem në një pikë profesionalisht, për të thënë më tepër nga ana profesionale. Unë kam provuar kur kam bërë poemi simfonik kur mbarova diplomën. Edhe më interpretuar nga orkestra dhe sikur mendimi im, sikur bënim art për art, domethënë ne I tregonim këto vepra, I dëgjonim dhe muzikanti me muzikantën dhe profesionistët ne bashkë diskutonim deri në imtësi, për shembull. Prit se ky episod ishte kështu, po si të duk kjo vepër kështu. Ishin të tërë të cilët kishin mbaruar për art. Dhe diskutimet ishin rreth njerëzve që kishin dashuri për artin, por dhe njerëz që ishin profesionistë. Ndërsa tani është larguar shumë, nuk s'më se mendoj që të diskutohet. Le pas e të themi që ka kritik. Domethënë, ana e të dëgjuarit të këtyre vepra, si thua promovimi I këtyre veprave, sot dhe shpërndarja që të thuar që jemi në 2024, jemi në një sistem tjetër, në një vit tjetër, në një momentet më shumë gjëra më ndryshe. Shumë më ndryshe, bravo. Eksakt. Por nuk është kjo qasje. Domethënë, nuk kam ndoshta nerva njeri të dëgjoj 4 kohë simfoni apo të diskutoj për gjini të tjera. Një pjesë elite njerëzve, po, shumë pak njerëz, po jo se është në shumë është demokratike apo është shumë e përhapur për të dëgjuar gjithë njerëzit. Shumë e vështirë për ta bërë. Duhet ta bësh shumë të këndueshme, duhet ta bësh shumë pranë njerëzve, duhet të jesh shumë pranë tyre. Dhe janë disa forma krejt ndryshme. Vërtet ka ndryshuar sistemi, po duhet të ndryshojmë dhe ne. Duhet të jetë shumë komerciale? Pastaj kjo tjetra që unë s'jam dakord kur që të bëhet, që të jetë sa më tallava, ose aq më tepër që pa dalë tek ekstremi fare, te tekstet skandaloze që puqen me muzikë skandaloze, dhe kjo bën diskutim shumë dhe kërkon diskutim, dhe kam qenë edhe vazhdoj të jem shumë kritike, aq sa mundet në për status që kam shkruar, kam mbajtur qëndrimin tim në Facebook, në rrjetet sociale, se më tashmë po të kërkon njeri se ku, ose nuk ka. Diti në një vend përveç se rrjeteve sociale ku mund të thuash zërin e kritikës, më thuaj ju jeni gazetare. Dhe a ka gazetar kulture që të flasin pas një koncerti? Kur ka qenë e fundit që keni qenë në opera? Kur ka qenë e fundit që keni qenë muzikë simfonike? Kush rënditen ose gazetarët, unë di shumë mirë emra që nuk kanë ditur kush janë kompozitorët që shkruajnë sot. Ose pyetja është, apo shkruajnë sot muzikë të re?
mos paraqisim në për vepra, në për kalendarin e orkestrave që luajnë, apo në institucione vepra që janë luajtur në dekadat e majit. Po flesim tani. Do më thënë, ju thatë që parë, e që unë po shkruaja dhe po punoja dhe piano dëgjohet. E thatë, sepse ashtu është vërtet. Po unë punoj gjithë natën, punoj gjithë ditën, punoj me orë të tëra, kur kam mundësin që ja krijoj vetes time, pa ja marrë shpirtin vetes, po për të, si më thënë, bëj atë që unë e mendoj që duhet ta bëj. Sepse talenti nuk më lë të fle, them drejtën. Kjo është e gjitha. Dhe çoj më bëj. Po janë gjëra që i bëj tani ama. Qoftë në gjendjen e këngës, qoftë në muzikën simfonike. Dhe kjo është për mua është vlerë. Nuk e thot njëri, po e them vetë. Po bëj një intervistë me veten time. Po se tash kështu është kjo punë. Nuk, domethënë mund vjen mirë që po bisedojmë bashkë, por që të ketë një kritik, që të kem un motiv që të shkruaj, apo të kem shumë unë motivoj veten, ose si thuash njerëzit, familja, shoqëri jemi edhe për muzikë të gjithë për art. Shumë e bukur. Vërtet shumë e bukur. Përveç kënaqësisë që po na jepni nga kompozitorja, këtë simfoni ta shohim dhe të luajtur nga ju. Kishte edhe një tjetër surprizë, dhe një pjesë të vogël.
Përmendet që keni jetuar në 2 sisteme, keni qenë në liceun artistik. Në lice kam qenë në sistem se ka qenë puna që unë Është puna dhe më pas viteve 90, përsëri keni vazhduar aktivitetin tuaj deri në daljen në pension. Një krahasim që mundet të bëje në këto 2 vite, çfarë vështirësie ka ndjer Diana Ziu? Si grua, si kompozitore, si bashkëshortja e një artisti? Falë Zotit, ato sakrifica isha në moshë 3 dhe më vjen mirë që më janë dhënë shumë sakrifica në moshë 3. Se ndoshta tash do t'i përballoja me atë energji, atëherë më duhej një gjë shumë i kaloja, e kupton, me energji, me pasion, me një pasion të çuditshëm për punë, edhe ajo lloj pune, prandaj përmenda fjalën pasion, ai pasion për këtë punë më bënte të harroja. Se unë kam një gjë, kur ulem piano harroj, domethënë se harroj çdo të keqe. Të zbukuron piano. Sepse shpirti është aq i pasur sa muzika i mbyt të gjitha ato gjërat, atë energjinë negative dhe qetësia që ju jeni në piano, unë pata kënaqësinë dhe ishte privilegj që përveç kompozimit që ju keni bërë për simfoninë e dytë, pata kënaqësinë që ta dëgjoja për herë të parë dhe të luajtur në piano nga vetë kompozitorja. Dhe sinqerisht, ndërkohë që ju po luanit pjesën përshëndetse për të gjithë miqtë e RTS Korçës dhe televizionit shqiptar, dëgjova me kënaqësi dhe po përhumbesha si po përktheja me atë muzikën tuaj. Në fakt unë po i bia pianot, po të dëgjoja dhe juve. Dhe ajo që unë po ju shifja në planin tim të dytë shpirtëror, më bëri që t'i bie dhe të ndryshoja ca gjëra. Unë sot ato që i rash i kam pjesë të punës time simfonike. Për këtë janë disa momente nga 4 kohët e simfonisë, por shumë pak momente, të cilën disa dhe i kam ndryshuar sot. Sepse kjo simfonia po ma shumë kohë, se po bëj klavirin e saj, përpara se të orkestrohet. Ajo pastaj është arkitekturë më vete kur orkestrohet, ndryshohen shumë gjëra, skalitet bukur dhe pastaj nëse unë e kam atë fat që të luhet. Sepse ky është problemi më i rëndësishëm tek ne sot. Interpretimi. Domethënë, mirë që shkruajmë dhe lodhemi, edhe jo lodhemi, po është punë e bukur dhe në fundit është shpirti im. Është ajo për çka unë jetoj, vetë të thënë. Dhe ashtu si çdo kompozitor tjetër që ka dëshirë të luhet një vepër, qoftë edhe një këngë që të dëmp, edhe një këngë, kur s'luhet, kur nuk këndohet. Edhe kjo më shumë akoma, sepse nuk funksionojnë politikat e bërjes në institucionin art-artist. Për mua, këtu është çelësi dhe dobësia më e madhe e këtij sistemi ose kësaj gjëje që po jetojmë ne. Dhe po e përjetojmë shumë e dhimbje, me të drejtën. Nuk ka. Domethënë, është shumë vështirë për një institucion, një orkestër. Tjetra e opera sot, këtu kemi opera, ne kemi balete, kemi gjëra, nuk të interpreton dot gjë. Është shumë vështirë sepse nuk do bëjmë të gjithë atë çka, domethënë atë nuk do bëjmë vetëm festival. Pranë muzikës simfonike kërkon tjetër qasje. Tash i luhen veprat nga autorët huaj. Okej, le të luhen sepse por kemi dhe autorë shqiptarë. Po patjetër, po ka shumë kompozitorë që po flenë, e s'po i luhen veprat. Dhe ndërkohë ka shumë vepra të tyre që luhen nga pjesët që janë luajtur në dekadat e majit ose veprat që janë luajtur në atë sistemin tjetër. Gjë që unë për veten time, poemi simfonik nuk duhet më luhet më. Sepse ajo nuk më sjell atë emocion, edhe e kam bërë në diplomë, atëherë është vlerësuar, unë kam marrë një 10 absolute, kanë forme superlativa, ikën ajo kohë. Por të luhet tani ky poem simfonik, edhe kuartetet që kanë bërë, që janë pjesë e diplomës, sado që kanë vlerat e tyre, por nuk është se më tingëllon kush e di se çfarë. Domethënë, më duket sikur as nuk duhet ta dëgjoj, të them drejtën. Ajo që bëj tani, ajo është për mua që të luhet, të ndiqet të ndiqet vepra krimtaria ime, çfarë po bëj tani. Sa kohë ju është dashur për këtë simfoni që janë? Po të ishin kurset që, shikom, ka raste që unë për turë shkruaj shpejt, nuk është se, do thënë, shkruaj mirë, do thënë, shkruaj shpejt dhe shkruaj, nuk e kam vështirë, shkruaj direkte, me laps dhe jo me kompjuter. Unë punoj, ja ku i keni. Jeni shkolla e vjetër, me laps dhe letër. Vetëm me laps. Unë nuk punoj me kompjuter, është mangësia ime. Jam me paft për të bërë atë gjë. Jam shumë brapa me këto teknologjit, jam shumë brapa. Po t'ishta e aftësuar, e mirë, e sakt në atë drejtim, mbasi do kisha bërë një 10, do kështu di se sa gjërat mëdhaja. Por unë punoj
si që shikon me lapse dhe puna sigurisht do më shumë kohë. E pas e kam një qikë se jam dhe manjake, përsa i përket harmonisë, dua se si të më tingëllojnë, i ndryshoj, i rishikoj dhe një herë, i bie prapë, po kur i bie për herë dytë ose për herë tretë, them po sikur ta bëj kështu. Ka gjithmonë një post sikur, kërkoni gjithmonë perfeksione, sepse duke qenë të bëj atë që ndjej, unë të ma dëgjoj veshi mirë, ai veshi ngrihem atë emocion, nuk e bëj dot pa e ndjer vetë, pa e pasur emocionin vetë. Ka pasur raste për shkakun që jeni ngritur në mes natës për diçka që jeni kujtuar dhe dalë prit se duhet ta ndryshoj dhe jeni ngritur natën? Normale që të arrish të shkruash nuk është vetëm tulesh në piano, do ta mendosh edhe. Ajo emocionet janë të ndryshme, energjitë janë të ndryshme. Natyrisht më ndodh shumë shpesh që mëngjesi ose mesnata patjetër më gjen afër pianos. Edhe kjo është arsyeja që unë jam këtu në fshat. Se kur më ndodhte në Tiranë, kjo gjë më ndodhte shpesh, e kisha shumë siklet se e para do t'i binte muri, do thoshte mami më le pa gjumë. Po mirë, i thosha më lini dhe pak sa të punoj. E kuptoni, kisha qikë vështirë. Si ti bia pianos, ishin të tërë në shtëpi, e kupton? Edhe detyrohesha që i bia një qikë letë, një qikë kështu. Këtu kam gjetur rehat. Domethënë këtu është hapësirë e madhe, edhe kënaqem në çdo lloj ore që unë do kem pasioni për t'ulur, edhe më pëlqen. Përmendët një vështirësi pak më herët, unë doja ta ceknit edhe pak. Një shkrimtar e ka të lehtë sepse të gjitha mendimet e tij i hedh në një libër të cilin ai e boton. Piktori po ashtu, siç jeni edhe vetë, e bën një tablo dhe e shet. Kompozitori duhet ta shkruaj, ta rishkruaj, të mendojë deri në detaj, deri në perfeksion dhe më pas duhet një orkestër për ta luajtur, duhet diçka tjetër që t'ja përcjell të gjithë publikut. Sa vështirë është për ju? E ta kuptova. Çdo profesion ka vështirësitë e veta, ka bukurinë e vet, dhe absolutisht gjithë artet bashkëveprojnë me njëra tjetrën, dhe s'mund të flasësh domethënë kush më shumë. Por kur më pyet mua, unë muzikën e kam mbi gjithçka. Është mbi për sërmë. Emocione. Ka një gjë vërtet është e dukshme sepse është fjala. E dëgjon një poezi dhe normale me një lapse shkruan boton gjithçka. Nuk është se më duket më lehtë, jo. Nuk është se s'mund të vësh një në barazimit që të them poezia kështu apo figura apo piktura apo tabloja e gjithçka. Ama e shef pikturën. Një natyrë të qetë, e shef vdes aty, rri, lulje, që është natyrë e qetë. E shef, edhe gjithmonë e shef po të njëjtën gjë. Edhe poezinë e lexon, të krijon një emocion, pa diskutim, është shumë bukur. Ama në muzikë nuk të thot asnjë fjalë, janë notat. Dhe nëse unë shkruaj episode të tëra në një simfoni, sipas momenteve të veçanta, me një emocion, ku shpreh dashurinë, të shpreh një emocion, një ndjenjë trishtimi apo një dhimbje, mbi të gjitha dashurinë e bukur që gjithkush e përjeton në forma të ndryshme, në moshë të ndryshme. Dhe kur e shpreh atje, nuk e ke me fjalë. Ato ndjenja të shkruara me nota duhet i kuptojë çdo kush që ka dëgjuar vazhdimisht dhe dëgjon her pas here muzikë simfonike ose muzikë klasike, sepse duke dëgjuar kultivohet dhe veshi, avash dhe do ta kërkoj vetë pasaj organizmi, trupi, gjithçka, mendësitë për të dëgjuar muzikë, që të jemi sa më pranë. Me pak fjalë të ndryshojmë ushqimin që u jepet, ushqimin mendor, le të themi. Simfonia ose veprat muzikore, ose klasike, çdo gjë që bën, kur s'është me fjalë, se nuk ka dhe muzikë të programuar, po flas për muzikën e pa program, pa fjalë, pa gjithçka, normale që është shumë vështirë. Prandaj një pjesë e pakët njerëz vinë e dëgjojnë. Pra kemi mungesë spektatori zemër. Nuk ka. Është shumë pak. Është shumë e vështirë. Zonja Diana, ju vini nga një familje, ju jeni artiste, jeni martuar me një aktor shumë të njohur të teatrit dhe kinematografisë, zotin Vangel Toce. Jo, unë si nga një familje artistësh. Ju jeni artiste. Unë jam artiste. Ju jeni artiste, jeni martuar me një artist, zotin Vangel Toce. Aktor, shumë. Shumë aktor i mirë, i njohur dhe super i talentuar. Për mua, me humoret e tij ne jemi rritur të paktën, unë jam rritur me humoret, me batutat e tij, të cilat në momente të vogla i thua fëmijët tuaj janë përsëri artist, dhëndri juaj është artist, jeni një familje kompletuar artistësh. Bashkëshorti juaj në vitet e fundit është tërhequr pak nga skena, nga kinematografia. Çfarë ka ndodhur me të? Kjo është një temë,
bën shumë diskutim, do shumë përgjigje, madje këtoj do ishte shumë mirë të ti thoshte edhe Vangjeli vetë. Dhe normale që është shumë vështirë, me dy fjalë mund të ta përkthej. Varet dhe me natyrë. Vangjeli nuk të lutet për një rol. Vangjeli është shumë i talentuar. Jo se s'po flasë si bashkëshort. Normale që është shumë i talentuar, edhe ato rolet që ka bërë i ka qëndisur. Për shembull tek rolet e karaktereve të ndryshme, çfarë kam ndjekur. Ka edhe tek këtu ndonjë që më ka sjell ndonjë, le të themi, ndonjë skenari dobët ose ndonjë rol që e ka bërë fare pak. Por nuk ish kushtuar vëmendje, domethënë natyra e Vangjës është i tërhequr, është një natyrë që shumë timide, shumë nuk e Vangjë e fshet talentin, nuk e di, është shumë i mbyllur në veten e tij. Përpos problemeve që kanë ndodhur. Po Vangjës i ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë që askujt nuk do t'ja uroja, që në vitet më të bukura e kemi stërthën këtë, po e them me që juve ma sotët në mendje, dhe mua më krijon një farë trishtimi kur kujtoj ato vite. Në momentin më të bukur që po fillon të lulëzonte, ishte vetëm 25 vjeç, e heqi nga teatri kombëtar. Edhe të heqësh nga profesioni që ai aq shumë e do, dhe aq shumë e jeton edhe përjeton atë, akoma po e përjeton atë që s'është atje, që s'ka një rol, e kupton? Dhe e ka vuajtur kaq shumë dhe vazhdon e vuan shumë. Pasi për çfarë duhet vunte? Për dajën e vetë që ishte një personalitet me nërstësi amerikane, Lazar Papapostoli, vllai i mamas vetë, daja vetë. Për një daj që kishte problemet e veta në atë kohë, i pushkatuar, e gjitha historinë që e njohin tashmë të gjithë. Mirë po, ashtu ishte ajo kohë. E vujti shumë largimin e tij nga teatri, që e hoqën pikërisht partia në fjalë. Çfarë themon, e vujtëm gjithë. Po Vangjë shumë. Mirë po, edhe tash i ka lënë ato, si thua, kusuret edhe në të gjithë zemrën e vet. Tash që e them me plot gojë që ka dëshirë të luajë përsëri, por e ka shumë vështirë sepse nuk është afruar asnjë rol. Edhe nuk është bërë asnjë bisedë, qoftë edhe për një dokumentar, me atë zë të bukur si violonçel që e ka. Unë muzikante jam, kur gjej zërin e tij ose kur kam dëgjuar ato dokumentaret e Vangjelit, jam aknitur. Ka shi pa shfrytzuar fare, dhe për zërin dhe për aktor, dhe për gjithçka. Ka pasur dhe shumë vështirë. Ne nuk e duam njëri tjetrin, ne jemi artistë, po unë po e shikoj nganjëherë edhe tek muzika dhe tek drama dhe pothuajse të gjithë. Jemi shumë të vegjël me njëri tjetrin. Domethënë shumë pak gjen njerëz që kanë botë të madhe me shpirt të madh që të hapin dyert. Ka, nuk them se s'ka njerëz tillë, por janë shumë pak. Edhe ne kemi vujtur këtë gjë. Ju jeni përveç se artisteve, jeni edhe një nën artiste. Sa krenare ndjeni sot për fëmijët? Të cilët janë Tash kjo fjala krenare, ndjen krenare ato për vetën e vet, se unë kam bërë të pamundurën që kam bërë atë që ata aty, shiko, atë që unë mendoja e ndava me fëmijët e mi, por ata zgjodhen atë që ato dëshironin. Orgesi është djali im i parë. Çuni ka qenë Orgesi ka qenë për violin. Të gjitha i ka bërë më së miri. Po kur erdhi puna zgjodhi të vazhdonte një fakultet tjetër për kitar. Dhe këtë ëndër që kishte, do ta bënte dhe normale thash ndaje mendjen o violin o kitar. Edhe do bësh atë që ti do më shumë. Dhe zgjodhi kitarën. Ai bëri shkollën në Vjenë, gati 6 vjet, jazz blues, dhe është sot shumë krenar për vetën e vet. Normal që mua më bëhet qefi, po është krenaria për vetën e vet, justifikon shumë bukur talentin e tij të madh për gjithçka që bën, dhe normale unë ndihem e lumtur. Më përpara kisha çik vështirë ta thonë. Tani që po na ikën çik mosha, edhe kënaqem shumë kur më flasin mirë dhe kur dëgjoj sukseset e Orgesit. Për Denadën, Denada ka qenë për piano, për flaut, e çova për balet që ta provoja ku ishte më mirë. Po e shifja që nuk ishte në të treja këto që thash, edhe e zgjodhi vet psikologjinë, dhe kur më tha po largohu nga muzika, okay, nga arti, të pëlqen kjo. Dhe aty ku ajo jep më mirë. Dhe mendoj që ka bërë zgjedhjen e duhur Denada. Arbiasin, se kam dy çuna, Arbiasi është për violonçel. Me Arbin e kam si koleg. Arbiasi është
djalë çuni pleqëriste në nga njerë, po jemi bashkë në shtëpi, ne jetojmë të tre, edhe është një violoncelist shumë i talentuar. Është pikërisht është si violoncelli, është i qetë, është romantik, brenda është i mbyllur, por ka shumë brenda për të thënë. Dhe është shkrenar për vetë në vetë, ashtu si që është, ashtu si që do vetë tjetë tipi ti. Jo si dua unë, si do ai, dhe ashtu letëri, pa ndryshuar natyrën e vetë si që ka. Por ai më ndihmon shumë për shumë gjëra, në drejtim të se është shumë pranë muzikës klasike. Me që punon në radio televizionin shqiptar, gjithë ato vepra që kalojnë në përduar dhe për gjithçka, kur i shohim dhe i studion në shtëpi, bashkëbisedime që bëjmë bashkë, e ka më shumë pranë vetes, sepse është më tepër pranë muzikës klasike. Edhe diskutojmë, kam si koleg, më drejton për shumë gjëra, për shembull, kur dëgjon, edhe më jep mendime për temat, më jep mendime për të qenë edhe në çdo drejtim të asaj që unë shkruaj, Arbin e kam shumë pranë vetes. Është shumë i thellë, është shumë e dije, lexon shumë, dëgjon shumë muzikë dhe e kam për zemër ashtu siç është, me atë natyrën e vet. Të tre mendoj që janë mirë, të jenë Zotit faleminderit që mi ka dhënë të mbar edhe kaq. Bashkëshorti juaj, aktori Vangel Toçe, është nga Zicishti. Origjina juaj, nga është? Jam vërtet kurioze ta di nga është, sepse më bëri përshtypje më tërë që vëmendje një libër që thotë Voskopoja, shkëlqimi dhe shkatrimi Voskopojës. Shumë saktë. Rënjët e tuaj bie korçare voskopojare. Po, ne rënjët unë kam Voskopoj, më thënë nga nëna ime. Dhe Voskopoja është të gjithë e dim se sa, më thënë është bërë si qytet, është kaq i bukur, kaq gjyqa ime ka jetuar aty 104 vjeç. Edhe gjithë tezet, dimët e tezes janë akoma aty në Voskopoj. Njëri nga këto më ka dhuruar një libër para ca ditësh, me që ju e pat aty, sot i raq grosi, shumë me kulturë, janë gjithë me shkollë të lartë, me kulturë, me gjitha, edhe ka bërë Voskopoja shkëlqimi dhe shkatrimi Voskopojës, një libër shumë interesant. Nuk arrita ta çoj deri në fund sepse më ka dhënë 2 ditë kështu dhe më duket sikur, domethënë ka dhënë një gjë të shtrenjtë, e kupton? Është djali i tezës time. Në fakt aty janë rrënjët e mia, aty kam shtëpi, kam shumë gjëra, pavarësisht se shkoj shpesh. Një njeri nga familja juaj, qoftë nga familja juaj apo familja e bashkëshortit tuaj, një njeri që ju ka dhënë një ndihmë të madhe. Vija një familje intelektuale, familje që të gjithë ishin të shkolluar, të mbaruar dhe jashtë bilesm, 4 motra, të gjitha me kulturë, me shkollë, me gjitha dhe, po asnjëri s'ishte për art. Daja im në Voskopoj ka qenë piktor, shumë i madh. Do thënë dhe pikturonte edhe thotë edhe aty, pikturonte edhe në pjesët e kishës, gjëra të tilla që kur i shoh nganjëherë dhe habitem. Ka qenë shumë vërtet, flitet shumë për të. Por tjetër njeri jo, do thënë prindit i kisha ushtarak, do thënë edhe mami dhe babi, ne vinim nga një familje oficer, mamin e kam babin. Dhe unë isha e vetmja që isha aq shumë pranë muzikës, sa gjithmonë prindit thoshin që Diana do ta çojmë patjetër në muzikë dhe në artet, pasi këtë talent ma tregoi kur isha e vogël fare, se ne kishim komshi profesor Çeskë Zadem. Kurse në familjen e Evangelit, ka qenë jeta ime më e bukur aty, sepse familjen ishin të dy dhe Vjeri dhe Vjera, po them mama e Evangelit, sepse nuk e kam thënë kur Vjeri dhe Vjera, po mama e Evangelit dhe baba e Evangelit kanë qenë djespast, kanë qenë shumë të mirë, fisnik, të urtë, shumë pranë artit, dikush, njëri lundë gitarë, tjetri lundë mandolinë, ishin zicishtarë që këndojnë nga këto serenatat, njerëz shumë të mirë. Dhe më kanë ndihmuar jashtëzakonisht. Më kanë dashur shumë dhe i kam dashur shumë. Edhe me kunatat kam shkuar shumë mirë, po me maman e Evangelit, veçanërisht më ka ndëjtur pranë. Domethënë nuk më ka lënë bëj shumë punë, më ka rritur fëmijët, domethënë them drejtën, nuk më ka lënë gatuaj, unë s'di të gatuaj, domethënë më kanë mbajtur, ka qenë pjesa më e bukur e jetës time. Dhe unë kam shijuar momentet më të bukura kur ata ishin edhe pak të rinj, nuk ishin vjetruar, domethënë shijova. Unë i kam shijuar prindit e Evangelit. E ka kuptuar shpirtin tënd artist dhe të ka lënë hapësirën për të bërë punën. Ka shumë, nuk është emisioni ndoshta për këtë, po ka shumë gjëra. Unë do t'i shkruaj të gjitha këto në një roman që po bëj, që kam nisur, do shkruaj shumë libra autobiografik,
por që do t'i shkruaj të gjitha sepse janë gjëra tepër të rralla ato që unë kam përjetuar me prindit e Vangjës, me prindit e mi, dhe për mua ka qenë një jetë prallore, pavarësisht vujteve, ka qenë prallore, them me sinqeritet, atë lloj fisnikërie nuk e gjen asnjë vend. Atë urtësi të një gruaje të urtë, pa fjalë, që një rrobaqepse rrallë, që rrinte gjithë kohën, çfarë do bësh, si do bësh, çka ke qef të vesh, nuk ta bën njeri. Dhe këtu kam një libër më bëri përshtypje, është një libër që ka shkruar një nga goca tezes Vangjës, ka shkruar një libër dhe mbi të gjitha ka shkruar për Konstantinën, sepse Konstantina e ka shkruar dhe këtu në libër Veronika Cfurgu, vajza tezes Vangjës, shumë e talentuar, matematiciene rrallë kjo, po ka shkruar këtë libër për të cilën e ka titulluar Puthje e ngjyrt, shumë e bukur. Dhe ky libër në këtë është shkruar pak edhe për tezin e vet, por për maman e Vangjës. Se ishte rrobaqepse shumë e rrallë dhe jam shumë madhuroj këtë libër. Ka qenë një dhuratë, brenda një dite më kanë dhuruar 2 libra. 2 libra. Domethënë gjithë familja juaj është një familje artiste. Çdo gjë përfshihet në art. Tham në pikturë, në muzikë, në kinematografi dhe në shkrimet në librat. Zonja Diana edhe një herë është pasuri shumë e madhe, sepse ajo pasuria juaj apo depërtohet edhe tek ne përmes publikut, përmes veprave, përmes artit, përmes filmave të Zotit Vangjel, përmes muzikës suaj, është e gjitha për publikun. Vërtet jeta juaj, por me artin tuaj keni shkuar tek të gjithë publiku. Ju faleminderit, e gjitha kjo është një ëndër. Ëndër. Kjo është pasuri, po është ëndër. Tham pak më përpara që talenti juaj nuk është vetëm në muzikë, por është edhe në pikturë. Sa kohë ju merr ju pikturë? Kam një hobi të veçantë, domethënë për këtë gjë. Ose si thua, më plotson shumë gjëra dhe falenderoj Zotin që e kam këtë gjë, se nuk ka gjë më të bukur. Unë kam larguar gjithçka që kam dashur ta largoj, ta seleksionoj në jetën time dhe të jetë në trurin tim, në qenien time, në të brendshmën time, të jetë arti e para, të jetë primare, të jetë me mbushur plot me art. Dhe nuk kam kohë për të tjera, unë jam gjithmonë shumë e zënë. Dhe kjo gjë më bën shumë, do të thënë, unë pikturoj dhe jam e mbushur plot. Nuk them se nuk mendoj se mund të jem shumë e talentuar për këtë gjë, se s'mund të them dot, s'flas dot për pikturën. No comment. Ajo është ajo që unë bëj, që ndjej, që e shkruaj dhe për mua piktura është muzika. Me stresit, me gjithçka. Ngjyrat janë ashtu siç tonalitetet kanë ngjyrë. Edhe aty ngjyrat mua më japin gjithçka në shpirtin tim. Dhe jam më tepër pranë natyrës qetë, peizazhe, që i bëj, i mrekulloj veten, mrekulloj shpirtin tim. Nëse i pëlqejnë, pse jo? Edhe janë edhe fitim prurse, se nganjëherë i marrin, i pëlqejnë. Normale që në për ekspozita keni marrë pjesë? Njerë kam bërë pjesë në ekspozit, nuk pushita si gjatë. Pastaj kanë kalu nga jo ekspozita e parë, kanë kaluar ca ditë, veç kur më shitën kështu, duke marrë në telefon, nga Facebooku, ma jep mua këtë, mi kam shitur, po bere qaves, nuk qaves, se mi kanë blerë. Të marrësh pikturat tuaja dhe t'i vendosësh në shtëpi, zonja Diana, është një ylber ngjyrash në shtëpi, e them nga eksperienca. Unë çuditem vetë, ja kur kam lyer të tavani këtu, që kam lyer vetë, më duk sikur desha të bëja një qilim lart. Po nuk arrija dot se jam dhe shkurtër shu, që ta bëja me motive popullore. Videomesazhi parë na vjen nga larg, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ku ndodhet një nga miket tuaja më të mira, ajo është zonja Adriana Dimitri Mitrushi. E ndjekim. Dianën kam vite që e njoh, që në fëmirin time ka qenë një ëndër e muzikës dhe e mesazhit që ajo përcjell tek çdo femër shqiptare. Unë ndihem shumë krenare që kam mundësinë të ribashkohem me Dianën pas viteve të gjata, të cilat ndanë jo vetëm mua, por shumë shqiptarë. Dhe këto janë vite emigracioni. Diana është talenti, bukuria, është
krenaria kombëtare për çdo femër shqiptare. Ai vend gjithmonë ka vuajtur për të dhënë vlera dhe meritat grave shqiptare. Dhe gjithmonë në një formë në një tjetër ka sunuar duke kërkuar një vetë qeverisje maskuliniste në çdo aspekt të fushave të artit dhe Diana gjithmonë ka luftuar për të drejtën e saj dhe unë jam krenar që jam pjesë e këtij mesazhi. Ju uroj gjithë të mirat dhe kënaqësi e veçantë. Në mënyrën më shpirtërore dhe më të përzemërt e përshëndes zonjën Ardiana Dimitër Mitrushi. Është një nga ngjarjet më të rëndësishme të jetës time. Është njeriu më i shtrenjtë, ndër më të veçantët që kam, në një miket më të shtrenjta të mia. Ardiana, përpos profesionit që ka, sepse është policia në New York dhe nuk ka lidhje fare me artin, por megjithatë ja që dhe shkruan poezi, por nuk është se ne nuk jemi takuar fare në Tiranë. Jemi takuar vetëm nëpërmjet Facebookut. Dhe jemi prezantuar para shumë vitesh. Ajo është një nga gratë më të forta, është një grua e hekurt. Është një person që më motivon shumë, është një person që flas për herë, por nuk jemi takuar dhe kjo është akoma po pres që të vi në Tiranë sepse nuk kam domethënë ndërmend që të ikë në Amerikë. Ardiana është një mal me ngjarje në jetën e vet, është një artiste e madhe në shpirt, pavarësisht profesionit që ka. Dhe mbi gjitha, mua më quan si nënë, sepse Adriana nuk po gjen nënën e vet. Kur flasim për Diana Ziun, duket sikur kemi hyrë në një galeri të madhe arti, ku nga do të kthesh kokën, sheh ngjyra e nota muzikore. Është kohë e shkurtër për të përmbledhur gjithë karrierën e saj në këtë hapësirë televizive, por nuk mund të rim pa përmendur Simfonia nr. 1, e cila është dhe simfonia e saj e parë. Skica simfonike të luajtura nga Orkestra Simfonike e Forcave të Armatosura. Kuartet për harqe, numërojnë deri tani 9 kuartete. I pari është ai i vitit 1977, çmimi i parë Dekadat e Majit dhe kuarteti i dytë në 88-ën me çmimin e dytë. Kuartet luajtur nga Kuarteti Guardi në Paris, drejtuar nga Arben Skënderi në Francë. Koncert për piano luajtur nga Eklant Hasa në Itali. Gjithashtu ka kompozuar muzikën e shumë filmave vizatimor si Edi apo Nota 4, Ushtari Mburavec, Postieri Vogël, Lufta për jetën e të tjerë. Muzika e dramës Vërshime pranverore mban emrin e Diana Ziut me skenar të Bashkim Hoxhës luajtur nga trupa e teatrit kombëtar, muzika e dramës Morsa të Luigi Pirandellos dhe muzika e dokumentarit Nënat e Heronjve me skenar Luana Rama dhe shumë të tjera që kompozitorja Diana Ziu vazhdon ende sot të shkruaj. Minutave të emisionit pa nga pa ku erdhi fundi dhe sinqerisht jam ndier unë komode në shtëpinë tuaj nga kjo bisedë ka qenë ngrohtë mes
mes muzikës, mes zërit tuaj, mes kënaqësisë që na ftuat në shtëpinë tuaj. Unë ju uroj gjithë të mira dhe një krijimtari sa më të pasur artistike. Uroj me gjithë shpirt, ashtu siç patëm në ekskluzivitetin për ta dëgjuar këtë simfoni, ato pjesë të vogla që ju dhatë për shikuesit tanë, siç patëm kënaqësinë ne dhe grupi Xhirimit, ta kenë gjithë shqiptarët duke u luajtur nga orkestër profesioniste. Ju falenderoj edhe një herë dhe pse jo, ndoshta në një intervistë tjetër në simfoninë e tretë? Po, inshallah, pse jo. Të nderuar teleshikues, faleminderit që këto 60 minuta që ndruat në emisionin Miq në Rreth të Shkorca. Bashkë miru takofshim. Kalofshi mirë.